oj ti shoqe. Urna, nderum. Kujdes me mua. Se kujdes apo na kërcon aqa? E ky që e ka azhën kryetar, çish ja boni për mu bë investitor përmes Visar Bashës? Po, s'ka ka të keqe këtu. A s'ka kur gjë të keqe? Për mu jo Allah se sa. Ka kemë përfitu ti si kompani? Fitu, nuk po me përfitu, nuk punoj, i kthye përfitime. Investitor është familjar i kryetarit aktual. Tepër jo me mërzitun që asnjëri prej migjallarëve të mi nuk është kryetar komune e one me pas një kompani jemi apo hajrin. Çka me bo? Jeta shpesh din me kone pa drejt. Javën e kalume kemi qenë në Suharik për do pronat të zyrtarëve komunal, në për pronat të cilëve po kalon tash një rrugë rajonale. Nese, pas asaj historie, në reporteri na kanë shkruar plot persona që kanë raportuar për disa skandale të tjera në komunën e Suharikës. E njëra që mu duk pak ma interesant është kjo. Dëgjoni me vëmendje edhe komentojni. Në gusht të vitit 2024, komuna e Suharikës ka pas publiku një ftesë për konkurrim të hapur për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale deri në 99 vite për ndërtimin e një objekti afaristo banesor. Fillimisht patën apliku 4 ofertues, po deri në afatin që ka qenë për konkurrim, formularët i patën dorëzu veç 3 prej tyre. E për me i ma shkurt, prona për shfrytëzimi është dhënë investitorit Visar Basha, ky bashkë me do bashkë të tjerë e ka pronën qatë në gjithë me pronën e komunës. Visarit ju dha prona si investitor, po kur erdhi puna që Visari me investu, del se investitori të jetë M Invest Grupi apo për ndryshe djali vllau të kryetarit të Suharikës, Pali Muharremajt. E ky e doni e ka gjysë për gjysë kompaninë me babën e vet Reshatin. Tash, pak në tokë private, pak në tokë të komunës, që shtoja ka njësë e ndërtimi po kryhet. Puna kish njësë, leja ndërtimore ishtë donë pak me vonesë, për nese. Tash, 27% këti objekti përfiton komuna e Suharikës, e si pas informacioneve të mija nga investitor të tjerë, përqindja ishtë dosht me qenë më lartë se në atë zonë po shkoj ke mbi 30%, besa deri në 35%. E ky që e ka azhën kryetar, çish ja boni për mu bë investitor përmes Visar Bashës? A ka pas marrëveshje paraprake? Çka përfiton kompania e pyetje të tjera. Toka i është dhënë për shfrytëzim Visar Bashës si investitor, por më pas investitori është kompania e Donit. Po? A i ndjeni për çdo? Po, marë po që se për e zyrtare, ligjore. Turi, a ju ka dhënë toka për shfrytëzim investitorit Visar Basha? Po, i ka marë komuna 430 metra banes pra të kompenzim. 27% e keni pranua, po? Po. A është pak? Pak, vete asamblejnë është organi ma i lartë që vendosë për këto sanë... Po ata janë anku? Po që anku? Po që për shembull Selman Kolgeci? Po? Është anku se sipas ti përqindja është shumë e vogël se në atë zonë shkon pak më shumë. E çojën sore ka vënë janë më shumë histori. Sipas investitorëve të tjerë që kanë folur telefon deri në 33% po shkojke. Po në qytet shkon në 40. A mundesh më tregu sa nëse e din se çysh i puna e Donit me investu te çaj objekt? Po nuk është i Doni vetë stati të investu, shumë vjen auto investu me Doni? Po, s'ka ka të keqe këtu. A s'ka kur gjë të keqe? Për mu jo Allah se sa ne këtë ligjor është, në aspektin ligjor është, sëtari këti vajt është. A e keni ditë paraprakisht? Po. Hajde tash e thrasim telefon e Donin edhe Visarin me këshyrë se çka po na thojnë. Aje mira i lodh mos po të pengoj. Jo, ona. Çajo pronë e komunës i është dhënë për shfrytëzim Visar Bashës. Okej, po. E ju jeni investitori, apo? Po. Po më intereson me dita, ke pas në marrëveshje paraprake me Visarin? Jo. Nuk e pas, sa aty në te situacioni është në emër të kompanisë juj, M2, shkruan. Po, është mirë mu informu shumë mirë, edhe ku ta thirrësh dikon në telefon me shqetësu, me ditë... Paraprakisht pyetona ju shqetësova. Po mirë dhe, në masoj nuk i drejtë më bëk si lloj pyetje mua. Po ti je investitor, ti je të punu në një tokë që është dhënë për shfrytëzim prej komunës. Oj ti shoqe. Urna, nderum. Kujdes me mua. Pse kujdes apo na kërcënon aqa? Ta jap numrin e avokatit, kontaktojsh, i bëjsh pyetjet me shkrim, përgjigj me shkrim. Ta çaj email adresën. E pse nuk po na përgjigjesh në telefon? Po nuk je informuar shumë mirë, pse më të përgjigj pyetjet tua që të ka pagu dikush? Mund ka pagu dikush, ha? Po të pagu shumë lirë. Urna? Ato që po të pagun shumë lirë, nuk po je informuar në shumë pyetje. Po hajda, po vjen me mas shpjegute. Hajde, hetu, ne kam zyre, kam seli, e kam... Po, hajde. Po mëre ku po na prat? Po ata ku jet, ku do që ta seti, hajde. Po, veç kallzom ku kush do që po të jepi po votat, do të më t'i dhënë sakta. Po hajde që, apo vjen po takuam, veç kallzom ku jo në vit takoj. Po më vjen një përgjigje se ti je tu investu në një pronë
Që e ka lëshu komuna, do më thonë, për shfrytëzim. Ja, ato do më interesu të ju të Visar Bosha. Te Visar Bosha, po më intereson, a ke pas marrëveshje paraproke? A ki me përfitu diçka? Shka ke me përfitu ti si kompani? Fitu, më kanë me përfitu, nuk punoj, i këqyre përfitime, si ti që këqyre përfitimet e tua. Çfarë përfitime po këqyre ona? Ti nuk po besoj që investon dikun ku s'ki përfitim? Visar Bosha as dje as sot nuk po na hap telefonin. E doni na tha që e dërgon numrin e emailin e avokatit, po deri në këtë momentin nuk kemi marrë asnjë kontakt të tij. E për këtë çështje po reportirin nga poli dhe një asamblejës i LDK-s, Selman Kujgeci e çka na tha. Ka në asamble 3 herë është diskutuar për këtë temë. Seanca parë kon për me shpall interes përgjithshëm, e kemi dhënë fakisht vullnetin tonë për me shpall interes përgjithshëm. Mandej është formu komisioni, edhe një herë është diskutuar për formimin e komisionit, edhe seanca e tretë, në të cilën ne si kuvendar nga radhët e LDK-s e kemi kundërshtuar, ka qenë seanca kur ka ardhur mu lidh kontrata fakisht mu votu rekomandimi i komisionit për atë parcelë. Fakti që është pagu. Po kemi menduar dhe prapë mendojmë, kemi të njëjtin qëndrim se është pagu shumë lirë. Domthonë është 27% është pagu, nuk ka aty parcelat përballë, rrethit janë 33-35% parcela që janë dhënë. Dhe kemi menduar dhe prapë mendojmë të njëjtin mendim që është abuzuar me pronën publike. Domthonë ju ka dhënë 27% në vend të 33-35% sa jepet aty pari. Ky ka qenë pika pse na kemi kundërshtuar këtë rekomandim të komisionit për vlerësimin e asaj prone. A e dini se kush është investitore? Kemi marrë vesh manej që investitor është familjar i kryetarit aktual, kryetarit në shkurjet të Suarejkës, për Imar Remit. A mendoni që ka konflikt interesi ose a mendoni se kjo ka qenë planifikuar kushtimisht? Kjo është çështje që ndoshta kanë me zgjidhur dhe organet tjera, ne nuk kemi me vëdrejsinë këto, po mendojmë që për pozicionit të kryetarit më u favorizu me 27%, mendojmë që është një farë ndërhyrje këtu në këtë proces. Çka kanë thonë kur keni ngritë këtë shqetësim në asamblë? Janë referuar disa parcelave që janë dhënë para 10 vjetë, 15 vjetë që janë dhënë me 20%. Është shumë normale para 10 vjetë më dhoni parcelë me 20 me 17% që akoma nuk është ndërtuar në atë parcelë, në parcelën e kanë marrë si referencë. Edhe arsyetimi ka qenë se është e mjaftueshme. E paraprakisht a keni ditë kush ka më investuar atë? Ka pas zona, po nuk kemi pas konkrete kur gjë. Mandej në raport, në dokumentacion, ju sigurisht e keni pa që ka figuruar kontrata mes përfituesit në këtë rast, edhe ndërtuesit ka qenë personat për të po flasim aktualisht. Favorizime. Normalisht që na kemi mbrojtur interesin qytetar dhe kemi vazhduar me mbrojtjen e interesit qytetar për herë, dhe është shqetësim për neve kur një pronë publik ose një aset publik nuk vlerësohet me vlerën e tregut që ka. Në fakt ne kemi kundërshtuar atë edhe për shkak se ka filluar me hap gropa, faktikisht me hap bodrumi i atij objektit pa marrë lejen ndërtimore. Ne kemi shprehë në asamble, kemi thonë pse a ka leje ndërtimore. Nëse po, a mundemi ne prezantuar atë leje ndërtimore për shkak se nuk ka qenë e publikuar në webfaqen e komunës. Në fakt nuk kemi marrë asnjëherë, kemi kuptuar që leja ndërtimore është shumë 28 shkurt të vitit 2025 nëse s'gaboj, nëse jam i saktë në datë. Në fakt gropa, podrumi është hap para se më lëshu leja ndërtimore që përban një diçka që nuk duhet më leju më po një gjatë